që kemi Shqipe, për mos unë bërë asin postim, like dhe subscribe kanalit. Faleminderit. Qaj e shqiptare? Po. Sa hake moj drejq, oj lupse. Qa han? Buk. Të bëj mirë. Thank you, no, nuk du, sa jam zgju, sa kam hap syt. Sa e bukur qenë ke? Ku je aty në diskoteka, qa? Po. Ke marrë buk me vete? Qa budale. No, unë mërë, ti në regull je. Eja, kam seriozisht, po pse bëni këto shtëpia kështu vlla si strip club, si kështu me drita me me drita me ngjyra me kështu. Po unë nuk e kam bë kështu, unë kam bë diskotek. Fol edhe herë? Unë e kam bë diskotek. Sa vjeç je ti? 18. Edhe 100. Për zotin, jo me të bëj shefi, se kështu jeni ju shqiptarët, ju rritet me një kollaj. Po për zotin, je goca më e bukur që kam pa ndonjëherë këtu në me TV. Faleminderit. Faleminderit. Në rregull, pra ç'a të them tash, unë the faleminderit, ç'a të them, SPS? Do që nuk me... Ja, shtiu mrapa të shoh pak. Jo, Pse? s'do. Po çaj, si e keni ju gocat këtë bythën se po ja pam do ja marrin, po të shohim vlla kot si dukesh, se s'ka ndonjë gjë të keqe. Jo, me se bën live ti. E para punës i herë, sot nuk jam live, e para. Ta tregoj. E dyta punës, edhe se kur t'jem live, nuk po të them as zhvishu, as i gjë, shtiu mrapa të shohim, kur kalon rrugë ti. Po, ma ke bo këta një herë, edhe pastaj ndora në TikTok. A do më gjosh një sekond, okej, kur kalon rrugë ti që hecën kështu, a nuk ta shofi njerëzit bythën? Në plasi nuk bëjnë live. Po ç'a lidhe ka më vlla, ti bëj se kur si e live, thjesht kalo kështu. Të shofi çik për fiksim, për që. Dume, Pse? s'du. Po ti e di që jam live unë, prandaj na bëka kështu si serioze? Po, se e kam bë gabimin një herë. E pse ç'a kemi në pas të atëherë? Atëherë isha në Shqipëri una, Ku ç'a vendi jeton në Shqipëri? në Tiranë. Po si ka mundësi që s'ke ardhur me taku ose më ardhur me taku, se unë zakonisht ç'a shoh këtu, ç'a fol i takoj. A të thashun ty gjë, ma m'ke ikti apo qa? I ka unë, pa Instagram as gjë të thash nuk dua. Pse? A, i dije që isha live? Jo, nuk e dija, po pastaj më treguan një video që e kam TikTok edhe kisha çohun edhe gjithën për cicat e mia. Me thënë drejtën që kur ta hapa kamerën t'i vura re cicat, po s'doja me të thënë. Po për zotin tashi, o goca, nuk e di pse e merrni kështu i gjë për keq. A jena çuna, kena drejt me pa i goca, sa e mirë, sa e bukur, ça cice, ne as po të shajm, as po të ofendojmë. Ata bëj pyetje se qenë edhe 18 vjeç, edhe gocë rritur, je. Kishim folur shumë mirë, atëra kohë që isha në Shqipëri nuk të dija, edhe folëm shumë mirë. Pastaj më pash në TikTok, nuk më the as më shajt as gjë, po prap nuk e bëj këtë gabimin. Mirë, po ta myll TikTokun unë tash për shembull, edhe të them. Jo. Ta myll TikTokun, të them, më jep Instagramin edhe të marr privat, a bëhet? Jo, se edhe atëherë të thash kam 3 follows bëja si njeri. Po pse? Se kam 3 shoqe. Ke? Kam 3 shoqe. Po mirë, si njifesh me nëj çunti kur do me njofi çun? Nuk e njeh. Po pse, as je qina i herë ti, as do qihesh a qa? Kam 3 vite dalu me çun. Ke 3 vite që del me i çun? Kam 3 vite që të dal unë me një çun, s'kam dal fare. Si a je e virgjër? Jo, po s'du, jam mirë vetëm. Pse? S'du. E di qa menoj o goca për zotin, shiko qa menoj unë si çun. Këto gocat, se ta shit, a mund të fol troç me ty? Bëj mohabet si të rritur? Fol. Karin kush nuk e ka qef, e pëlqejnë gjitha, me thënë drejtën. Po, po, tash ngjo. Për ju goca që me sa çuna ke shku kot për muhabet po të pyes.
Lere, puna ime. Po ha se du me të tregu diçka, du të kuptoj gjë dhe du të bëj muhabet. Se s'ka lidhje valla, s'ka rëndësi. 1, 2, sa? 3, ku dëgjoj? 4 çuna. Okej, 4 çuna për i gocë 18 vjeçë janë shumë pak. Nuk është se janë shumë. Je normale. Po të them, tashi, një gocë 18 vjeç që ka shku me 4 çuna, edhe thot tash s'du me shku, do me thënë që asnjë nga këto nuk të ka kënaqur si duhet. Jo, nuk është kjo. Po si mërse është kjo, po si as të pëlqen karja, qa? Jo, më pëlqen se njeri jam kështu është bërë jeta. Kështu është bërë. Burr, grua, shkojmë bashkë këto gjë. Por, si ka mundësi që edhe zgjy? Kur isha 15-16, kisha një lidhje unë, po unë në Athina i në Kret. Po. Pundave. Distanca. Po mirë. A Andaj nuk dal me çuna, mbase kam frikë, dua të dal, po kam frikë, nuk lejoj vetëm time të dal. Okej, çfarë duhet bëj çun që t'jeti dashur, jo që ti ta besosh? Nuk gjej unë. Ore, tashi leje këto se kështu thojnë gjithë gocat, nuk gjej, nuk bëj, nuk dakord. Po që do i gjesh? Me atë që thash unë, unë thash nuk gjej, se nuk dua ta gjej, dua të më vi nga fati. Okej, të erdhi i çun nga fati, po ti si femër ke ca kriteret e tuja, nuk e do i çun. Ku dëgjon ç'a do ti? Po, type. Po. Type nuk kam, po shikoj sa i gjatë është, dhëmbët, buzët edhe thonjt. A ti ket kështu të prem thu, apo ti ket kështu të gjata me stil, ose i që marrë atë gishtin e madh këtu? Jo, të janë mirë, të pastrat kaq. Kështu. Unë shikoj ato që i kanë deri këtu. Po unë tashi, me thonjt, a jam i pastër? I ke mirë. Okej. I ke mirë. Unë them për ato që i kanë thonjt deri këtu, edhe duken si i hajnë, po mbase nuk i hajnë, nuk di una. Atyre nuk... Mbase janë shumë njerëz, njeri e pasur. I ke bezdi këto që hajnë thonjt? Po e pa shumë ato thonjt, sa i pasur është ai të kokainë është... Po, e kuptoj, ke drejt me rob shtëpi. Kam i shokun, shumica njerëzve i hajnë thonjt, kështu. Kam i shok... Edhe unë i hajnë të njerë, unë them për ato që janë deri këtu. Po, kam i shok, je ullë tavolinti. Qa bëj unë? Më pare i prija thonjt e herë vetun. Tashi, dalim në kafe me këtë, dalim 4-5 shuna. Kush nuk i ka prej thonjt, ja ha ky gjithë, dhe rrim aty ullëne, më shtet dorë kështu në tavolin, ai është ullë të ka rriga tjetër e vesh ta merr dorën ta bëj kështu. Kur e shikon të e ke dorën nxit. Qa bën? Që si bën se kur se beson. Po, krej si shoqërit e i presim thonjne. I javë me mungu e ju bëm në gjithë si majmuna. Ja thonjt, i javë me ik pushime, i ku vjet me pushime i, na shifje ne ato thonjt e zeza këtu poshtë, njeri punon të mekanik, gjithë graso, gjithë, shia ro po them. Uj, pas ke fobi këto, Tani më të shonë mesazh që jam live. Po mirë, se s'ka gjë, apo bëj muhabet si të rritur. Nuk the që nuk bën? Hera parë që bën? Shiko tash, për zotin, atë thash, më them fillim, jo. Po prit, shiko, mos u bëj gocë keqe tash, okej, ngjo. Jo, unë do të shikoj si njeri që ren. Mirë, okej, atë marroj dhe bëj ç'a dush. Atë thash fillim nuk po bëj live. Po. Pastaj herën në theti keni qenë live e kështu dhe unë thash, pastaj okej, ata mbyll live-in, i thash të bëj muhabet tamam, t'jap Instagramin, më thej jo. Ta tregova, thash, ata mbyll live dhe t'jap Instagramin, më thej jo. Nuk është se të thash s'jam live. Fillim doja me ngacmu, pastaj kuptova se ç'a gocë, e tregova, thash, ata mbyll live-in ajo. Për zotin, a ke telefon tjetër? Jo. Janë 3000 veta duke na pa, edhe krejt janë të shu zemra, bravo për zotin, ja t'u thëmë për ty. Zemra, bravo, priti tregoj komentet. Një sekond. Për zotin se e di si marrojnë këto, e kanë qef qa janë këto gotë. Të besoj, po... Ore, shifi komentet, ai shef. Pse përpara the që... Ai shef komentet. Po. Shifi, si ke gjithë me zemra. Po shiko, këto gocat në Shqipëri
Këto gocat në Shqipëri janë shumë e një mdhaja. Po ti thush jam live, ikin me vrap, a kupton? Të nëshi, ne jemi live, po bëjmë mohabet si të rritur, po folim, s'ka si gjë të keq, as po të shaj, as po më shan, i gocë rritur, madje po jep dhe shembull për rinin, edhe thojnë gjithë bravo. Për moshataret e tuja, a kupton? Hoki, qa vend jeton dit? Në Athinë? Po, kam deri për bisedisëm, ike unë. Hamër tashi, pse do me ikë, burë, ishim të knaq. U knaqja? Po je knaq ti, po se më knaq unë edhe këta tjerë, këta më thënë ri. Jetë mirë, jesh mirë. Ej, po mirë, ke 3000 veta këtu shi qatë thojnë gjithë për ri, shi si thojnë ri. Për zoti, shifi. Ska gjë. Mirë, a do na bësh veçin derë para se t'ikësh? Me ta shifsha motrën e ropt e fisin ti që i thej atje lartë, je live, ta shifsha motrën, ajo dinte, po e ke vën siklet i ropqim, se do jesh në një që e njef. O Chaneli imi bukur,